Alba është nga banorët që shkakton më shumë debate brenda shtëpisë së Big Brother. Ajo nuk e ka as pak problem të vërë epitete dhe të shkatërrojë emocionalisht banorët brenda shtëpisë. Për çdo gjë që bën dhe thot, ajo e ka gjithmonë një justifikim. Pas çdo fjale që nxjerr nga goja, Alba shprehet: "Kjo është logjika ime, është analiza ime", dhe në të shumtën e rasteve, e vetmja gjë që nuk ka është logjika dhe analiza. Por, edhe pse duket e fortë, pika e dobët e Albës është i dashuri i saj, Limi, që tashmë është bërë banor i shtëpisë. Alba e vuan shumë mungesën e dashurisë së Limit, edhe pse më herët ai e ka tradhtuar, madje dy ish të dashurat e Limit tashmë janë shoqet e Albës dhe janë brenda shtëpisë. Pas divorcit me ish bashkëshortin, Alba është shprehur se do të arrisë majat e karrierës së saj dhe të bëhet një biznesmene, për të vërtetuar kujdo se ajo mund t'ja dali vetë në jetë. Edhe pse Alba nuk ka dashur të flasë shumë në lidhje me martesën e saj të parë, burime për Media Rose bëjnë me dije se ish bashkëshorti i Albës është nga Shkupi. Në rrethë miqësore, ai është shprehur se është ndarë nga Alba sepse nuk mund të gjente me të gjuhën e përbashkët dhe mes tyre mungonte komunikimi. Ajo donte të bënte disa gjëra që unë nuk mund t'i lejoja, dhe është normale sepse asnjë burr nuk do t'ja lejonte gruas së vet. Dhe këto gjëra sollën përplasje. I thash, më mirë divorci se sa të kemi përplasje gjithë jetën. Pas ndarjes me Albën, ish bashkëshorti i saj është martuar dhe i pyetur se çfarë mendimi ka për Albën brenda shtëpisë, ai është shprehur: "Ajo ka jetën e vet dhe të bëjë çfarë të dojë. Unë atë që doja nga jeta e mora. Tashmë kam familjen time. Alba është kapitulli mbyllur për mua." Po ju, si e vlerësoni Albën si lojtare brenda shtëpisë së Big Brother? Për më tepër, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.